إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Vazhdojmë me kapitullin 11, qefinosja e të vdekurit. Pra pasi që ka përfundu larja gjenazës, atëherë obligimi është me mbështjellë me qefin, për shkak të urdhit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka shumë hadithe, po Albania ka përmend hadithin në cilin e kena pas edhe më herët, se di në cilin kapitull, ka qenë rasti sahabijut, me cilin kanë qenë në haqë, edhe ka ra prej devës, edhe devja e ka shkel, e ka thuj qafën edhe ka vdek, edhe pasaj ka thonë, lani me ka të regu, si me la, ka thonë, o kefinuhu, edhe qefinosne, por mos janë mbuloni ftyrën. Qefinosne, por mos janë mbuloni ftyrën. Sepse ju bathu, mu lebien, do të rinjallet duke thonë, lebejk Allah me lebejk, o Allah ty të përgjigjem. Kjo ke pika e parë, pika e dytë në këtë kapitull, thot qefini, ose çmimi i qefinit duhet të paguhet nga pasuria e të vdekurit. Po edhe nëse nuk ka ma tepër pasuri, vetëm sa aq me pagu qefinin, me ato paguhet. Pra e pagun qefinin kur gjë nuk ngel mo prej pasurisë. Aq ka pas. Edhe në këtë rast paguhet prej qasoj shume të cilën e ka pas ai, i vdekuri. Për këtë është argument hadithi nga Hababi radiallahu anh, i cili thot: Hajerna ma nebi sallallahu alaihi wasallam nuridu wajha Allah. Dulëm e bonëm hijretin me të dërguarin alayhi salam, kuptohet, pe di me hijretin ka bo vetëm Ebu Bekri me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po për atë kohë, për ato ditë, nin nga ne, dy nga dy, ose kush kur ka mujt ka shku, kur ja ka marrë mendja, e ka bo hijretin me përjashtim të Resulullahit alayhi salam, sepse pejgambert nuk kanë pas të drejtë me lëshu vendin e vetë, me bo hijret, shpërngulje, pa le, pa urdhët të Allah subhanahu wa ta'ala. E për shkak të shoqërimit të tij, këtu tash ka hyrë, nuk cekët, Allah alem, i vetëm jo pejgamber, i cili nuk ka pas drejtë me bo hijret, vetëm se me urdhët të Allahut. Se kur ka desh me bo hijretin, Ebu Bekri ka thonë, Rasulullah, unë po shkoj në Medinë, jo ka thonë, prit, ti si mundesh me shku këti kur don. Edhe ka marrë vesh, ka qenë Ebu Bekri shumë këfjelt, digitron, e suhbe ja Rasulullah, ky vetëm i ka thonë, jo, ti duhesh me prit. Pa i tregu shkakun, pse me prit, ky menër ka thonë, e suhbe, shoqërimi ja Rasulullah, po ka thonë shoqërimi, ka fillu me qajt. Nder, këto nuk më ke zgjedh ti mu, me të shoqëru. Allah më ka zgjedh si shoqëru se yt, për shkak ka qajt prej gëzimit. Për ndryshe tjertë, kur ja ka marrë mendje, pra në këtë kohë tash, këtë varsht, prej moment kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka urdhru, duhet me bo urdhër ka qenë. Nuk bën me najt në Mekë. Nuk i kemë rrethanat të volitshme për me i bo ibadet Allahut. Ambient i përshtatshëm është Medinja. Edhe duhet me shku në atë qytet. Edhe këto e ka për qëllim, Hababi kur thot radiallahu an, bonëm hijret me të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, edhe po e cek nurid wajha Allah, duke kërku, duke synu ftyrën, knasin Allah subhanahu wa taala. Kur cekët thojnë alimat ftyra Allahut, do të thot për me pa Allah subhanahu wa taala. E pas që dihet që vetëm xhenetlit, Allah në boft prej tyre, e shojnë Allahun, atëherë mënyrë eksplicite po thot me për ftyrë të Allahut, mënyrë implicite po nënkupton me hyrë në xhenet që me pa Allahun. Se ndryshe nuk ka mundësi me pa Allahun.
Edhe pastaj vazhdon fe waka ajruna ala Allah. Edhe kështu tash është problemi ynë ka mbetë tek Allah subhanahu wa taala për hijret. Sepse hijreti çka ka është problemin, gjitha mëkatet i eliminon, i fshin gjitha mëkatet. Gjitha, edhe të mëdhajat. Feminna men meda, ka pas dikush prej nesh, i cili ka vdek, s'ka mrej me shiju të mirat, për qëllimi të kësaj dynjaje. Lem ya'khudh min ajrihi shay'an, nuk ka marr kur fash problemi në këtë botë për shkak të hijretit. Një prej tyre ka qenë Musab ibn Umeiri. Qotel yawm Uhudin, është vrarë, është mbyt në ditën e Uhudit, betejë e Uhudit. O tereke nemireten, edhe kalon pas vete, s'ka ka pas, vetëm një gëzof një rob me vija, edhe me ato ka urdu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me e qefinos. Musabi në Mekë ka qenë i njohur me garderob shtrajt, ekstravagante, me parfymosje, thojnë alimat e biografisë sahabeve, qikat e Mekës kanë andru cila po martohet me Musabin. Po tash kur u bo musliman, është vra, edhe ka qenë mësuesi i parë, se kanë thonë ata sahabe ensar cilët kanë dhonë betimin edhe kanë pranuar islamin në Akabe, edhe kanë thonë dyrë tona janë të hapura, mirë po duhet një kohë tranzite që me urrit numri i muslimanëve në Medinë. Për shkak kemi nevojë për një mësues, i cili bën davet. Edhe ka dërguar Musabin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe Allah i ka dhënë bereqet në davet për një kohë të shkurt, shumë medinili ju bo musliman si rezultati i davetit të Musabit. Edhe tash ka ardhur betejë e Uhudit, edhe ka vdek vitin e tretë e Hijri, një vit pas Bedrit. I pasur, aristokrat në Mekë tash qefine. Atë pet s'ka kalon, pra duhet prej pasurisë të vdekurit, tham. Po ambulojmë ftyrën, po i zbulon komt. Po ambulojmë komt, po i zbulon ftyra. Nuk ka. Çfarë gjendje materiale ka qenë, çka ka ardhur. Mirë për në aspektin shpirtëror. Nuk krahasohet. Nuk krahasohet. Shahid. Edhe pastaj ka thonë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, mbulojani ftyrën, ndërsa komtja idhkhir është lloj barishte, lloj bime. Me ato jam mbuloni kombët. Edhe pastaj po thot, wa minna men أينعث له ثمرته فهو يهديه. E prej nesh ka që dikush i ka përjetu frytet, pjekën e fryteve të shpërblimit e ka fjallën, një simbolike, alegorike po flet, edhe i ka shiju ato fryte të shpërblim të hijretit. Pra dikush ka vdek ma herët, e ka cek një prej tyre Musabin, e tjertë, sikur une, kena jetu ma gjatë, edhe i kena gëzu ato të mirat edhe kësaj bote. E këto e ka morë si argument Albani se duhet të jetë prej pasurisë të ti. Qato që ka me qato me embulu. Qefini, pika tjetër, duhet të jetë i gjatë, i gjanë, mos me qeni të i dukshëm, që me mbulu trupin e të vdekurit. Për këtë e kem argument hadithin nga Muslimi transmeton nga Xhabiri radhiyallahu an, i cili thot:
النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل. Namajt e hutben I dërguar alayhi salatu wasalam edhe përmendi një burr prej sahabeve I cili ka vdek edhe është qefinos me qefin I cili nuk ka mjaftu me mbështjell edhe me mbulu krejt. Edhe s'ka qenë I mjaftueshëm. Wa qubira lejlen është varros natën, fe zejere nebiu alayhi salatu wasalam edhe I dërguari sallallahu alaihi wasallam I ka kritiku edhe nuk I ka ardhur mirë edhe ju ka ndalu që me e varros natën pa ja fal namazin. Edhe ka thonë idha kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu. Kur dikush prej jush e qefinos vllahën e vet, le të zgjedh një qefin të mirë. Kur thot qefin të mirë, e ka për qëllim nuk është qëllimi me qenë I shtrajt, mirë po me qenë I mjaftueshëm, çka thonë edhe thot dietarët, alimat thot, Albani thot, qale ulemaja po thonë, qëllimi është qefin I mirë, I pastërt, I gjatë, I gjan, jo I të I dukshëm, gjithsesi I mjaftueshëm për me mbulu të vdekurin. E ka se e kënejse diçka tjetër, së është me rëndësi, po kalojmë te pika tjetër. Nëse nuk mjafton qefini, është I shkurt, edhe I ngusht, atëherë, por nuk mjafton krejt trupin me ambulu të vdekurit, atëherë I mbulot trupi, sa ka mundësi, duke fillu prej kokës, edhe I ngelin të zbuluara kombët. Kombët deri sa shkon, se nuk është mund të me konë hala ma I shkurt, por kryesore fillon prej kokës, edhe deri kur shkon qefini e mbulon. Pjesën cilën s'ka mri qefini me mbulu, e mbulon me e ka përmend Khidr, lloj bime, po kjo nuk do të thotë çka ka me fleta pak më të gjona, më të mëdha. Kjo është kurti me mbulua dhe ashtu e varros. Për këtë është argument prap nga Hababi në hadith ku thot Hababi radhiyallahu anhu, Habab ibn al-Arat, dakhaltu ala murti tashtabini, dakhaltu ala Hababin wa qad yaktuha fi batni sab'an. Hyra te Hababi, ky tabini tash po e përcjell, I cili I ktheva është shërim me hekur të skuqur. Është ilaç, por e ka urrejt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë formë. Se është një hadith ilaç on 3, një hadith është ilaç është në 2 gjana, hijami edhe mjalta. Një hadith hijami, mjalta edhe hekur I skuqur. Edhe pse ato nuk kam qef, hekur I skuqur. Po Hababi thot në 7 vende është plagos, qoftë me shpat, qoftë me shtizu dhe diçka, e ka pas plagën pak më të madhe dhe e ka mbyll me hekur të skuqur. Kështu plag me cilat për cilave shëru me hekur të skuqur 7 mbark I ka pas. Edhe po thot, leula enni semi'tu, tash I shtrir, po ja afrohet vdekja, këtij sahabiu të madh. Leula enni semi'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul لا يتمنين أحدكم الموت. Mos e lyp vdekjen askush prej jush. Me bo dua Allah, merr ma shpirtin. Mos kishte qenë kjo fjalë të dërguarit e sallallahu, unë e kisha lyp vdekjen. لقد رأيتني مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لا أملك درهما وإن في جانب بيتي الآن ل40,000 dirhamin. Allah. Me pa në atë kohë me të dërguar alayhi salam, s'kom pas asnjë dirhem në fillim. Po tash këtu vetëm në një çosh shtëpisë time 40,000 kam. 14,000 dirhem. Milioner. Thumma ata bi kafanihi.
Felemma ra'ahu beka. Pastaj ja prun qefinin. Edhe kur e pa qefinin, ka fillu me qajt. Jo se po frigohet. Ve kale dhe tha, walakin Hamzete lem yujet lehu kefenun, illa burdetun melha, idha gjuilet ala ra'si, qalusat an qademejhi, wa idha gjuilet ala qademejhi, qalusat an ra'si, hatta medet ala ra'sihi, wa gjuilet ala qademejhi el idhkhir. Ka fillu me qatë po I kujtohet Hamza. Edhe thot, mirë po Hamza s'ka qenë kështu, si kur unë e tash, që qërë pasuri e kom. Kur vdiq edhe kjo Hamza, është vra, është mbyt ditën e betejës Uhudit. Thot edhe aj vetëm një robë ka pasi një gjybe, burde, edhe kur jam mbulojshim ftyrën, kokën, ju zbulojshin kombët, jam mbulojshim kombët, ju zbulojshe koka, ju zbulojke koka, edhe ashtu, pra me urdhë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jam mbulum kokën edhe në kombë qitëm el idhkhir. Si ngjajshëm, ama diçka tjetër, Abdurrahman ibn Auf radiallahu anh, një prej 10 përëzuar me xhennet, ka qenë tregtar shumë I fortë. I ka thonë Resulullah a.s. me një rast, Abdurrahman që një dinar shko blima një kurban. Kur ka ardhur në Medine, hijritin e kam bo, Medine ka pas 3 tregje. Resulullah a.s. ka ordru, edhe tona duhet me konë muslimanve 2. E kjo hala nuk janë tregjet, janë jahudive, të arabve, edhe ka hulumtu, por shë se ka dallim në çmime. Ka shku në një treg, në një pjacë, e ka ble një dasha dele, Allahu alem, një dinar, ka shku në tjetrin, e ka shit, çmime atje 2, ka shit 2 dinar. U këtu prap të kë, e ka ble me dinar tash, të dytin. Dhe ka ardhë jashtë dhe që dinarit që kurbanit. S'ka bone tregti bone, s'vallah. Kur I ka vllaznu, shumica muhaxhirve ju ka taku short kanë qitë. Cili kujna po I takon prej ensarve. Po disa prej këtyre ka vllazru. Me Uthmanin e ka vllazru, Abdurrahmanin, ka thonë, shyre, 2 shtëpia I kom, cilën dush një mëre, 2 gra I kom, cilën dush që korrizona prej njonës, pastaj ti martosh. Ja, s'kam në Allah I bereqet, Allah I shpërbleft. A ka pjacë këtu te ju? Po, apo më kanë zonë ku është? Me dur në gjepa. Ka shku do bo miliarder. Kur ka vdek, kalon shumë pasuri. I ka thonë për nësëm, pashalon ti dhejon, plonin me marë me shita shet. Aqë tregtar I fort. Edhe me një rast shumë ma vonë, ka qena gjerushëm edhe e kam pru iftarin. Ka fillu, thëmën ka desh me fillu me hongër, e ka shty bukën, ushqimin, ku me diçka ka pas, ka fillu me qajt, po thot, Hamza ka vdek, përmen këta 2, Hamzen edhe Musabin. Ai shumë maj mirë se unë e u konë. A kjo është maj mirë. Dhe përsa është maj mirë I shahidve. Histori islami maj mirë I shahidve është, Hamza. Aja I pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mi por nuk është I përgëzuar me xhenet mesin e këtyre 10-ve. Ai ka qenë shumë ma I mirë se une, s'kena pas me çka me qefinos. Jam mbulojshim ftyrën, ju zbulojshin komt. Jam mbulojshim komt, ju zbulojke ftyra. Edhe Musabi, edhe ai u kon më I mirë se une. Jam mbulojshim fjalë të njëjta e ka për të dytë, pra, edhe ky është argument ky hadith për këta 2 se nuk kam pas qefin të mjaftueshëm. Hadithi tjetër po ky I pari ke për Musabin edhe I dyti ke ky hadith që ka përmendëm, pra të dyjat u përfshitën në këtë pikë se duhet të jetë qefini prej pasurisë së tij, e para dhe duhet të jetë I mjaftueshëm sipas mundësive. Pika tjetër thot, nëse ka pak qefin e ka numër të madh të vdekurve, lejohet që me një qefin
me umbështjel disa vetë, por jo me një qefin. Po një qefin e pren, edhe sa mërin, që është ma domosdoshme, ato e mbulon. Për këtë është argument, thot, hadithi të cilën e transmetojnë Abu Dawud e Tirmidhiu, Hakimi, Bejhakiu, Ahmedi, Taberaniu e tjerët, nga Enesi radiallahu an, i cili thot: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala Hamzata wa qad muthila bih. Ditën e Uhudit po kalon pran Hamzës, e ka lyp pejgamberi, edhe kur e ka pa, e kanë masakru, edhe hunën ja kanë pre, dhe gjenazës së tij. Edhe po thot: Laula an tajida Safiyatu fi nafsiha lataraktuhu hatta ta'kulahu al-afiyatu hatta yuhshara min butuniha. Mos të piklohej Safia, hala jam, për vllahën e vet, për Hamzën. E kisha lënë kështu qysh është, këtu shpes grabitqarë që ka ushqenë me ngorësira, e ka një emën të saktun, po s'pëm kujtohet. Shqip. Jonë në këtu shpes, vetë me ngorësira ushqenë. E kisha lënë kështu letë ushqenë që letë rinjallë prej barku të atyre. Shpesë. Por piklohet motra, hala jam, motra Hamzës, Safia, për këtë shkak, e kanë marrë edhe për me e varos, për me qefinos, o kallet i thijab, thot Enesi, pak ka pas roba për qefin, o këthuret il katla, ka pas shumë të vdekur, dhe kane rëgjulu, o rëgjulani, o thelathe, ju keffinune fi thaubil wahidi. Një, ose 2 bura, ose 3, u qefinosin me një qefin. Thume yudfanune fi qabrin wahidin, edhe u varoshin në një varë. Dhe kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yes'alu anhum ayyuhum aktharuhum Qur'anan, kush ka ditë më shumë Kur'an prej këtyre? Se ka qenë 2 ose 3. Yuqaddimuhu ila al-qibla, edhe jepke përparësi në varim të pari me varos në drejtim të kibles. Sa qysh duhet me kuptu këto, jo se grumbull e kanë mbështell me një qefin, po e kanë prej një qefin në 3 pjesë, nëse kanë qenë 3 vetë, 2 nëse kanë qenë 2, 4 nëse kanë qenë 4. Edhe tash, cili i pari, qysh i pari, jo tash na fjala bëhet për varin lahad, jo sikur të na vari. Qysh është lahad, si një gjep qelet, si një lloj minifure me thonë, drejtim të kibles. Pra e qelë varin, shkon poshtë, e kur arrim poshtë, kjo pjesa në drejtim të kibles, për fundi, prap gropohet. Po gropohet, vetëm sa me shti trupin. As lartësi. I sërsh kanë me hinin nga një, po tash duhet bagje, një shati po sa që ma, diçka që ki me shku pak ma fell. Edhe nuk i mundësi kështu me punu me shati, se është ajo pjesa e ngusht, duhet diqysh kështu me gropu, me hjegë dheun, nëse kanë qenë 3 vetash, i pare cili pojnë, para me ndohë sikur fura, shambull, po marim, i kina po me ato si lopata që kanë furagjit e shtin bukën në fur, tash jo ajo në altësi e furës, por shumë e ngusht, sa hin trupi. Edhe tash duhet me shtit parin, kush kam me qeni pari? Ai që ka ditë ma shumë Kur'an. Në këtë edhe kur po vdes njeriu, po përfiton prej Kur'anit. Pra, thot edhe e përcjell fjalët e Ibn Temijës Albani, thot Ibn Temija rahimahullah, ma'na al-hadith annahu kana yaqsimu ath-thawba al-wahida bayna al-jama'a yukaffan kullu wahidin bi ba'dihi li darure. Kuptimi hadithit është se e ka nda, e ka prej një tesh, një rob, në mes ati grupi, 2 ose 3 sa kanë qenë, se është imponu.
shumë numër i madh vdekurve, ka pas 70 shahida kanë qenë të Uhudit, e pak roba kanë pas, edhe me ato është dosht me u gjindë me ato. E kuptohet se me ato s'ka pas mundësi me ambulu krejt trupin, por ky rregull shkon, pra fillon prej kokës edhe deri ku mrin, deri në atë pjesë shkon të trupit, pjesën tjetër e ka mbulu me gjethe, me bim barishte ndryshme, por me pas ato si fleta më të mëdhaja, e kështu me radhë, mu gjindë me diçka, me mbulu me ndoni barishte. Edhe në lahd, emrin e ka lahd, ky lloj vari, i kanë fut të parin ai cili ka ditë ma shumë Kur'an. Se nuk kanë pas mundësi me hap shumë për çdo njerin për atyre nga një varë. Tash halo ma mirë kuptohet kjo se kur e themi kështu pa këtë pikë vijuse për Uhud kur po flasim, mendojmë se janë lakoriq ata. Po jo, pse pika tjetër me radhë, wala yajuzu naz'u thiyabi shahidi allati qutila fiha. Nuk lejohet me adish teshën e shahidit me të cilat tesha është vrarë. Me çato tesha e varros. Tash çka po i bjen ky qefin për mbi tesha. Po folim për Hamzën, për Mus'abin, edhe këto çka tregun për shahidat e Uhudit. Edhe pse është hadithi tjetër ku ka thonë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, zemmiluhum fi thiyabihim, imbuloni për mbi tesha të atyre. Transmetimi tjetër të Albanit, të dyja janë sahih, Ahmed Nesaiu transmetojnë, zemmiluhum bidimaihim, i mbështellin me gjakun, pra i kanë ato tesha me cilat kanë luftu, është plagos, janë për gjak, e përmbi këto tesha, gjithsesht përmbi teshat gjakosura, e mbulon edhe e qet qefinin, nëse ka krejt e mbulon, nëse s'ka ato që ka mrin, edhe ato e mbulon. Pëlqehet që me një qefin me mbulu përmbi tesha, pra është fjala për shahidin, ashtu që ka bëhet pejgamberi alayhi salatu selam me Mus'abin, edhe me Hamzën radhiyallahu anhuma, ato që ka falim edhe me apar. Për këtë është argument, me këtë pikë edhe të përfundojmë, të këto argumentit të sekum, thot Shaddad ibn al-Had el-Laythi radhiyallahu anhu, erdh një burr jaa rajulan min al-Arab ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur një beduin të i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Fa amana bih wa taba'a, i besoi, pra ka pranuar islamin edhe po e pason. Edhe po i thot, uhajiru ma'aka ya Rasulullah, po du me bo hijret me ty, pra po du edhe me bo hijretin, falim për hijret, jo direkt me ty, njëtën moment, njëtën kohë, por po du me bo hijret. Edhe fa eusa bihi nabi alayhi salam ba'da ashabi, disa sahabe që ky beduin, vetëm beduin shkretinës, nomad, pak mat, pak dhendur, pak gjindshëm për udhtim, edhe i ka thonë, që renegati këtina i ndihmoni për hijret. Ka të transmetim thot, një tjetri beduini ka thonë, ti mos bo hijret. Se hijreti vllazën u bo me vështërsi të lashe. Thonë alimat, Allahu alim. Pse njëri të ka thonë, i ka leju me bot në hijret, tjetrit se ka leju. Sepse i ka ditë, kuptohet me shpallë, se zemrën s'ka din, ky i përballon të lasheve të hijretit. Ai nuk ka mundësi mi përballu, ti ri. Prit një kohë më të vëlitshëm. Sido që tjetë i kanë ndihmuar ata sahabet, edhe e ka bu hijretin, po kalojnë vite, pyetja është betejë e Khajberit. Betejë e Khajberit ka ndodhur vitin e 7. Çdo betejë e vogël e madhe, urësia Allahut, se me thonë, ka qenë detyrimisht, nevoja ka qenë, akute për me ndodhave betejë. Për ndryshe, një prej këtyre, mos kish ndodh, si ishte plotsu mozaiku. Kështu, në çdo rrethon, në çdo moment,
në çdo kohë. Pra nuk ka përkuzim në kohë e në hapësirë. Çka të bëj tash? Ktheu te biografia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në ne prej betejave kemi gjetë përgjigje. Patjetër, e ka kompletuar Allahu. Ka ndodhur vitin e 7. Edhe Aisha thot, edhe Abdullahu. Nuk kena ditë çka ka qenë me ungi me hurme deri te Hajberi, betej Hajberit. Kretë e kanë vendin e vet, rancin peshën e vet. Mirë po në prej. Me thonë, ndoshta ju ka afru Bedrit, Uhudit, ka qenë edhe Hajberi. Pikë kthese ka qenë në të mira materiale Hajberi. Ka pas shumë plaçk ganimet të luftës në Hajber prej jahudive. Sidomos kopshte shumë edhe me numër edhe të mira me hurme ka pas. Edhe kështu që ka pas shumë ganimet, plaçk të luftës në këtë betej. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka nda kush ka marr pjesë në këtë betej, ditë, tash nuk është momenti me tregu rregullin me ajet kuranor se si ndohet plaçka e luftës. Edhe po ja ndon edhe këtina po i bjen një hise. Këti beduinit. E ky nuk ka qenë i cili ka marr pjesë në front, por si beudin i dishëm për çështën e deveve është kujdes për deve. Luftare. Pra edhe këtu e kollagrit njësoj si luftar. Se ka qenë një element i rëndësishëm i ushtrisë. Edhe kanë thonë çani kjo pasuri atina i takon çani. Kur kanë ardhur po e japin, ka thonë ma hadha, kanë thonë kasemehun leke e nebi alayhi salatu wasalam. Kjo pjesa jote ta ka ndohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhahu fa jaa bi ila nebi alayhi salatu wasalam. E ka marrë dhe ka ardhur te i dërguar alayhi salatu wasalam. Po i thot ma hadha, pyetën e tij në si sahabëve dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam po ja bën. Qal qasemtu lek, ty ta ndova. Hisa jote. قال ما على هذا تبعتك يا رسول الله ولكني تبعتك على أن أرمي إلى ها هنا وإشارة إلى حلقه بسهم s'kom ardhën për këto që bu musliman edhe me jetë pas teje me të pasu ty për këto por kom ardhë jo bu musliman po të pasoj që në luft me u godit me shigjet që këto. Fytin e ka prek me gisht. Fe emute, fe u dëkhel el gjenne. U dëkhel el gjenne. Të vdes edhe të hy në gjennet. Për këtë shka ko mordh. Po i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, in tasdaqillahe yazdaquk. Nëse je besnik me Allahun, Allah të vërteton këtë besnikëri. Hiç mos ki gale. فلبثوا قليلا ثم نهدوا في قتال العدو. Kanë qëndru pak një kohë shkurt, se kjo betejë e Hajberit ka ndodhur ka zgjat disa ditë. Kanë pas vetëm si kërcilla të mëdha 11. Pa i përashtu, pa i llogarit ato më të voglat. Ordosh një nga ne, me çliru. Kasollat, një nga ne, kalajat të jahudive. Fa utiya bihi Nebiu alayhi salam yahmilu qad asabahu sahmun haythu asha. E kanë pru po e bajnë me shigjet në fyt aty ku e ka prek me gisht. Edhe po thot alayhi salam, e hua, or që ky çaj që e tha ato fjalë, dia pardje kur i ka thonë. Qalu na'am, po kjo është ai. Qal sadaqa Allah fa sadaqahu. Ka qenë besnik me Allahun, Allah e vërtetoi besnikrin atina. ثم كفنه نبي عليه الصلاة والسلام في جبة النبي يعني امبرستير في الإسلام من جوبن أفت كتا ثم قدمه فصلى عليه فصلى كفال جنازا فكان فيما ظهر من صلاته أوش كان موت من دجو سبازوش بدين نماز جناز بازو بنين بيس كان دجو باك ما مزا اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك
fe kutile shahiden ene shahidu ala dhalik. Allah ky robi yt ka dal muhajir, ka bo hijretin për hir ton në rrugën tonë, edhe është vrarë shahid, është myt, edhe në unë dëshmoj se ky është shahid. Wallahu ta'ala alim. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.